Komuna e Gostivarit i njofton të gjithë qytetarët të cilët kanë fituar pasuri të re të patundshme ose kanë ndryshime të objekteve ekzistuese gjatë vitit kalendarik 2015, se të njëjtat duhet i paraqesin më së voni deri më 31 janar 2016. Aplikacionet do duhet i dorëzojnë në administratën komunale në qendrën e informimit të Komunës së Gostivarit. Komuna e Gostivarit i njofton të gjithë obliguesit tatimor, personat fizik dhe juridik që nuk i kanë shlyer detyrimet për tatimin në pronë për vitin 2015 të kryen pagesat, sepse afati ligjor i pagesës së tatimit në pronë skadoi me përfundimin e vitit 2015. Në bazë të ligjit për tatime në pronë ka kaluar afati i obligimit ligjor, me këtë rast të gjithë qytetarët të cilët kanë fituar pasuri të re të patundshme ose kanë ndryshime të objekteve ekzistuese gjatë vitit kalendarik 2015, të njëjtat duhet i paraqesin më së voni deri më 31 janar 2016. Aplikacionet do të duhet i dorëzojnë në administratën komunale, konkretisht në qendrën e informimit të Komunës së Gostivarit. Komuna e Gostivarit i rujton të gjithë obliguesit tatimor, personat fizik dhe juridik, të cilët nuk i kanë kryer detyrimet për tatimin në pronë për vitin 2015, ta bëjnë pagesën, për shkak se afati ligjor për një gjë të tillë ka mbaruar me përfundimin e vitit 2015. Nga ky nivel bën me dije se nëse qytetarët për arsye të pacaktuar ende nuk kanë marrë një vendim mbi tatimin në pronë për vitin 2015, duhet të kontaktojnë Komunën e Gostivarit, konkretisht Departamentin e Financave. Nga atje gjithashtu informojnë të gjithë personat juridik dhe pronarët e bizneseve të ndryshme, të cilët nuk i kanë kryer obligimet e taksës komunale deri në fund të vitit 2015, ndërkohë që të njëjtat kanë arritur për pagesë, ftohen të gjithë ata që të bëjnë pagesën e tyre.